Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Shpat Kasapi do të mbushte 41 vjeç. Rënqeth Selvia, Roeli të thot babi. Selvia Jao ka ndarë me ndjekësit një moment tepër emocional duke kujtuar ish bashkëshortin e saj të ndjerë, këngëtarin Shpat Kasapi, në ditën që ai do të festonte 41 vjetorin e lindjes. Përmes një postimi në Instagram, ajo ka publikuar një video ku artisti shfaqet në momente të ëmbla krah djalit të tyre Roelit. Krahas pamjeve, Selvia ka zgjedhur fjalë të ndjera duke shprehur dhimbjen për mungesën e tij, por edhe bindjen se ai vijon të jetë pranë tyre në një formë shpirtërore. Sot është dita jote, ti nuk je larg, je vetëm në një formë tjetër. Ëngjëlli ynë mbrojtës. Çdo bekim që na vjen, çdo gjë e bukur që na ndodh, e ndjej si shenjë nga ti. Shkruan ajo duke përcjellë një mesazh që preku ndjekësit e saj. Në vijim të dedikimit, ajo ndalet e momentet me djalin e tyre të vogël duke treguar se si çdo fjalë dhe veprim e tij kujton praninë e të atit. Roeli të thot babi, dhe zemra ime e di që ti e dëgjon, që ti je pranë nesh. Urime ditëlindje në parajs. 5 muaj pa ty, por gjithmonë në zemrat tona. Përfundon ajo. Kujtojmë se Shpat Kasapi u nda nga jeta papritur në nëntor të vitit 2025 si pasojë e një ataku kardiak, ndërsa ndodhej në Itali. Humbja e tij në moshën 40 vjeçare tronditi skenën muzikore shqiptare duke lënë pas një boshllëk të madh te publiku dhe një trashëgimi artistike që vijon të jetojë përmes këngëve të tij.